Po i presin fëmijët e tyre, por jo në të njëjtin orar si zakonisht. Shumë prindër të nxënësve të shkollës Naim Frashëri në kryeqytet u është dashur të dalin me heret nga puna për të ardhur këtu. Kjo pasi ata morën një njoftim në të cilin thuaj se mësimi do të mbajë vetëm për 3 orë. Për shkak të rënjes së temperaturave, në shkollën Naim Frashëri në Prishtinë, mësimi është mbajtur me orar të shkurtuar. Nga menaxhmenti i shkollës nuk kanë pranuar të flasin për televizionin rreth këtij vendimi. E gjithë kjo situatë vjen pasi këtu ende nuk është lëshuar ngrohtoria që vjen nga termokosi. Madje nxënësve u është dashur të qëndrojnë edhe me xhaketa gjatë orëve të mësimit. Për i ftoftit ose jena të fmendet me jakne, ose disa edhe kam pas dhimbje të kryt ose të barkut ose çdo smundje. E të shqetësuar për këtë situatë janë edhe prindërit. Për neve si prind është shqetësuese, pse tash kur ka fillu një ftoft nuk është bërë gati termokosi të lëshojnë zemrën dhe fëmijët ta mojnë orarin që është i rregullt dhe jo me orar të shkurtër. Ka thonë djali që është pak ftoft, po më shumë s'ka tregu atë. S'po dhe me tregu më shumë. Allah në është mirë me të shumë përshim krejt, përshim vjetor, le të rrinë shpe më mirë. Se mendoni kështu? Pa s'ka kushte e motë, s'ka kushte. U kam pas, edhe vajzën e kam paradite, edhe e ka u konë orar të shkurt, edhe ky mazdite më orar të shkurt, kam pas stof, me siguri kam pas, edhe pse ky është me çrregullime autistike, ky nuk til me tregu, po vajza po, ajo ka tregu që kam pas stof, edhe u dash me qëndru me jakën në klasë. Në të njëjtën mënyrë kanë vepruar edhe disa shkolla të tjera në kryeqytet. Nga termokosi kanë bërë të ditur se furnizimi me ngrohje ka nisur, por sipas tyre nuk mund të operojnë menjëherë me temperaturat e larta për shkak të rrezikut të dëmtimit të mundshëm të sistemit të ngrohjes.